Besoj se keni vënë re këtë rikthimin e Arbana Osmanit në ekranin e Klanit, për krah Halketa Vejsiut, ku asaj u bë një pritje madhështore, duke u cituar për çfarë ajo kishte bërë gjithë karrierën e saj. Ndërkohë Arbana u shpreh se ishte në kulmin e karrierës dhe nuk ndjej as pak mirë me veten. Po, muhabet e leshi. Fal. Këtë tha edhe Dalina. Me pak fjalë këtë tha edhe Dalina. Para se të shkojmë te Dalina, ti e dëgjove atë fjalimin që është shkëputur tani dhe po bëhet sikur po godet zemrat e njerëzve që po e dëgjojnë? Cilin se kishte shumë aty? Njërin nga ato kur është shkëputur nga prezantimi i Big Brotherit. Jo. Ma cito pak të lutem, pak a shumë? Po tha, unë jam rritur nga një familje që më kanë thënë që të punosh fort, të sakrifikosh, të mos dorëzohesh. Dhe unë isha në kulmin tim, kisha të ardhurat me shumë zero mbrapa. Po, këtë po. E dëgjove? Po. Qa mendimi ke për këtë? Ndaj të njëjtin mendim si Dalina. Dhe unë vazhdoj të jem. Ndaj të njëjtin mendim si Dalina. Mua nuk po preku asgjë. As mua, sepse tani ti pate gjitha të karrierë me vite të tëra. Dhe e le. Dhe tani bën rolin e viktimës, se di si ta quaj, por realisht nuk do e doja ta shikoja Arbanën në këtë gjendje. Dalina tani, në ana tjetër, u shpreh duke i thënë tamam kështu me emra, jo me kunja lart e poshtë, po tha, shiko më vajzë dashur. Keni 3 vite që kur je larguar nga ekrani, do me thënë, që si ti, si Ledioni, si kushdo tjetër flasim për këtë pezullimin e Arbanës nga ekrani. Ndërkohë i tha, ti ke një alamet biznesi në cilën e ke në shumë pika, ku e ke gjithmonë restorantin plot, ke një biznes në emrin tënd që e përfaqëson ti, që nëse vendos ta shesësh, e vjetëfishon edhe ato zerot mbrapa, kështu tha, sa për përgjigjen e pyetjes që më the Greta. Dhe prap vendos të merresh me të shkuarën. Vlerëso atë që ke, sepse ke një gjë tënden, po i thonte Dalina. Ndërkohë, unë nuk mendoj se Arbana është shkëputur, sepse ajo pati edhe emisionin e saj Mirëmbrëma Yje, i cili prapë rezultoi shumë i suksesshëm. Mbase kishte ardhur vërtet koha që Arbana të shkëputej pak nga Big Brotheri. Por nuk e di, mbase duhet të jemi në këpucët e saj për ta gjykuar nëse ishte realisht veprim i duhur, ishte vërtet aq ngarkesë apo jo. Por ai dihet që është një program shumë kompleks dhe me ngarkesë të madhe. Jo më kot përzgjidhen specifikisht personat që bëhen pjesë e tij. Kështu që Dalina ja tha troç, move on.